Në Sadhën, kardinal Mikel Koriçi u organizua aktiviteti i veçantë nga shoqata Mirdita në bashkëpunim me shoqatën e artizanëve në nder të 75 vjetorit të inxhinierit Zevgjini, figurë kyçe në ruajtjen e artizanatit në Shkodër. Me një karrierë që nisi në 1975, ai ka dhënë një kontribut të çmuar në këtë fushë, duke u vlerësuar edhe me titull i mjeshtër i madh nga presidenti i Republikës në vitin 2020. E kam nisur në 75-ën, 50 vjet inxhinier në Shkodër. Dhe nuk jam nda artizanatit. S'kam lëviz si kuadër, jo një vend e jo i tjetër në marrë kështu, ndoshta ka qenë edhe risk, po edhe dëshira ime. Kam qenë shumë i apasionuar, kam njoftë jo vetëm zanatin tim, po edhe zanate të tjera të artistikës, derisa u bona edhe kryeinxhinier i ndërmarrjes. Gjini shpreh optimizëm për të ardhmen e artizanatit në vend, por thekson nevojën për më shumë mbështetje institucionale. Ai beson se brezi i ri është qelsi për ruajtjen e kësaj tradite. Mu më bën përshtypje shumë. Është dhe gjë mirë që të gjithë të që merren me artizanët familjarët, fëmijët e tyre, në përgjithësi 90% e duan zanatin, sigurojnë jetën ekonomike dhe vazhdojnë artizanat. Kjo është e para. E dyta, ka edhe njerëz të tjerë shumë që janë të apasionuar, por duan një inkurajim. Gjatë ceremonisë ai u nderua dhe me titullin antar nderi i shoqatës së Dëtare Duka Gjini.